Beleri është një fundërrin që përdoret nga çdo lloj huaj. Domethënë kemi pas ne që kanë shërby Gjermanë, që kanë shërby Otomani, që kanë shërby Italianit, po hiç këtë flamur, këtë Po jo, po mirë se Gjermani perandori kështu po te greku janë. Ti shërbesh greku. Se miro I shërben Gjermanit perandori më burr Gjerman. I shërbeve anglezit perandori më burr anglez. O ti shërbesh grekut. Pra, të më japësh vetëm 2 minuta ashtu. Okej, nëse ndoshta fola gabim. Jo, nëse anglezi boni koloni, pra bëri të djathtët, e djathtë angleze ishte çuna, kështu bëhet pazari, pra qynë shkollë. Do shkoni të fusin luftë këtë me këtë, edhe pastaj ju kush ngeret, do I vrisni ju. Por lini një që ta mësikon si president. Jo, guvernator, se mbreti do em gjithmonë mund të. Ashtu dhe. Kene, deri në 24, ne, me sinqeritet, do më thënë, si që kishim festat, fetar kishim edhe festat ku vinin pushtusit. U do në vi Gjermoni. Halë, prapë ke halë, nezat. Bravo. Pra e fillum nga Turku. Sepse, pavarësisht humorit, nëse ti e mësu pushtim, se ne prapë erdhëm zotë tonë, ai 45 vjeç na ka majt, I ka qenë diktatur plerë, se am këto ishim vetëm ne, ishim u Shqipëria, u gjithçka për Shqipërinë. Kur pam që intelektualët tonë ishin racë e deformume, më kuptoj, ato doshin pushtues patjetër, filluam ne të dalë me flamura për jetë. E pe u mush venin flamur. S'kisha pa ne as flamur, në jetë. Por po me fanela amerikane. Po dolëm, prandaj po thotam ai do që ne ishte një traditë, siç është traditë kjo e anglezit, ishte traditë dhe jona që me pushtu stri, për shumë imagjino, pse kujto ti se këta që kanë ngritë flamurët amerikanë. Nëse kinezi vjen nesër, nuk ngrejnë flamurin kinez, dhe mas javë me ardhur rusi nuk ngrejnë flamurin rus, po me ardhe I flamuri grek nuk ngrejnë flamurin grek. Për ngrenë pa I shtu njeri. Po sepse prandaj po... 1% e popullsisë që ngrenë pa I shtu njeri. Po tani... Ti 20-50% e popullsisë sot mbron Belerin, më burra dhe shanë Ramën, pse Rama arrestoi Belerin, se duhet ishim më të matur, se ne ju I falsifikuam letrat Belerit. Beleria pranon vetë me letra që është muti. Nga është dënuar për peshkëpin, ka qenë në ndjekje për peshkëpin, është dënuar për fyrjet simbole kombëtare, se të ka gris flamurin kombëtar. Jo më vlla, pse. Dhe për të gjitha këto sa theti është nderuar nga e djathta ekstreme greke dhe e kanë bë eurodeputet, pra I kanë dhënë dhe atë trofen Belerit, pra ata që kanë e dyshim, I kanë dhënë trofen se ti Volia Piroci fiksisht s'dum. Ai si s'dum ne. Pra I dhanë nuk ka pas Volia Pirot për 34 vjet me medalje. Ky është Fred Beleri, është Volia Piroti që Greqia I dha medalje. Tash ku s'do me pranun kët është plerë. është I dhirë në tru, se ca janë pleja ca janë të dhirë në tru që nuk dhe adënën duhet me ufshi, se kuptojnë më në fare këtë punë, kus kuptojnë Shqipe në është pjesa tjetër, pastaj që bota I shoku, hap kanalin. Ka, po s'ke, kuj që në hap kanalin e kishim që përparane, pra, asnjë grek, po ta mash, asnjë grek nuk thot që, Beleri nuk është për Vorjo e Pirë, pra nuk mund të mosh një grek. Ja. Që të thotë, Beleri nuk është për Vorjo e Pirë. Është europian. Është europian. Pra, në Greqi, nëse do më gjeni një grek, të ma bini për balë, që të thotë, Beleri nuk është për Vorjo e Pirë, është për misit mirë, ma thotë mu, unë të rigjem komplet. Po, si flamur, këta kanë Beleri. Të Vorjo e Pirit. Ndaj, por
ai që vuni këtë belerç, nëse më dali gjë tjetër, llojtë se kemi pas dulen që tash i çik si më i çefët, më i moderum. Jo, se i kanë heq fare se kanë problem ty partia më e madhe e opozitës do të thonë mbyllë brekësh. Po jo, ne kemi qenë të parët që vërtet të parët që kemi thonë, me sinqeritet kemi qenë të parët që kemi thonë, dhe kemi thonë për para 2 vjetësh që biseduam dhe unë thash e vetmja rrugë që ka ngel Saliut është nëpërmjet Greqisë tani. Do t'i dorëzohet komplet Greqisë. Nuk ka asnjë lloj rrugë tjetër diplomatike për ai, domethënë që ai të vinë në pushtet. Dhe ai është tërësisht komplet i dorëzuar tashmë. Biles ishte një si më të them, le të themi protestë ose po i themi festim, nuk e di të çfarë diçka, kur ata drejtuesit e kësaj flisnin që Vlora do bëhet greke, pra votoni partinë, si e ka kjo partia? Drejtat e njeriu. Jo, kjo e Salës, se çfarë do bëj kjo? E madhështosë. Shqipëria madhështore. Që të marrim dhe Vlorën. Kjo është këtu tani. Është e filmuar. Pra nuk e që ai bën mo, e ke aty. Dhe nëse se kupton dhe këte ose do me kuptu ose nuk thith. Mendoj që është gjithmonë ajo përqindja e popullsisë që e quante gjermanin kalimtar, që e quante patjetër. Po. Sepse çfarë ndodhi? Italiani pruri zhvillimin. Tani këto të gjitha sepse popujt gjithmonë nuk mund vënë për faj, është çfarë ti ke bë. Për 34 vjet, sepse unë një gjoj shumë herë që grekët na kanë ndihmuar neve, biles vjedhe Mitsotakis pa piktur, se këto patrup shumë fare, që ne kemi ndihmuar popullin shqiptar në vitet 90-91, kam një gjullë ca grekofël. I kam pas shok me sinqe njërin sidomos, që e kam pas dash shumë, nga ana ime e kam pas dash shumë, si djalë, shumë djalë i mirë, dhe iku në Amerika e njën tjetën, edhe më doli haptas si grekofil që unë s'kam dalë një haptas, do më tha, jo s'kam dalë, bravo, me sinqeritet nuk kam dalë, jo nuk kam dalë se jam kamuflu, po unë e shoh që njerëzit brenda një shoqërie komunikojnë me një tjetrin, do më janë okej me kulturat ndryshme, janë okej, janë vetëm pluse për një komb. Nga njoni merr petrën, nga njoni merr flin, nga njoni merr okej, ca i kena tonat. Bëhet ajo dreka. Se du me e krujt prapër me. Nuk të rrien. Jo, të flia, nuk të shanë shumë ata malok të po aty të bukash. Jo, ishte njoni tani që apo u kap edhe me flin. Jo, u kap ishte në Instagram më duket. Dhe e pash atë sepse ishte vërtet shumë i prek dhe kishte fotografin familjare, do si që është kështu e kështë të këthyme kështu në profil, tash një dhe edhe ti ke drejt latësh, më së zjatë. Pra, unë nuk jam shqiptar o malë, më të qëmë kështu. I kuptoj, jam, po, që mos më cënot drejtat e mija, sepse jap dhe jetën për këtë, më falë, për këtë ven jap dhe jetën, por jo, mi shdu grekët, mi shdu qa janë, qoftë romët, qoftë gabet, qoftë zazagët që janë këni, janë pluse në një kulturë njerëzore që njeriu t'i duhet, sepse jemi njerëz rreth parë. Më kuptoj, dhe çdo lloj, dhe këtë e kam marrë nga Anglia, se ndoshta kam qenë më shqiptar o mall, po themi pas se shkoja në Angli. Dhe anglezët, prandaj po them që kanë kulturë dhe ke çfarë merr nga ata. Ati janë të gjithë kuzhinat e botës. Në gjithë kuzhinat, po... Tyrën e kanë të vjerë, fra. Si?
Fish and chips. Nga i fish and chips ato u nisën të pushtu botën, këtu nuk ka. Bravo. Fish and chips, grata shu si qishin të pi më shumë sa ata dhe iki jo dhjefsha në te dhe ikin indi. Ja futi shkoj gjejtë e Amerikë. Am këto, kemi së shumë po. Ti ma the mua që India para pushtimit angles kishte 25% GDP-s botës? Po. 27 ose 28, eksakt. Pastaj ka të ndihmën për bukë gojë. 3-4% e GDP-s botë, gjithë ato biliona vetë mrena, se Indin, e ke vëzë si është ajo puna e truit njeriut. Kur e përmeni një, ti nuk e fus njët men, të më e shefi këshu. Bilion njerëz, e ke gjatë, se kur e thu Anglin, Anglia madhe, 30 milion. Një lagje e Bombay. Qa dhe bo Shargjiu, Jo, po thërë, se kërë mendoj bravo. 1 miliard e gjusë. 1 miliard e gjusë. Dhe, pra, brenda Londës dhe ishte gjë fantastikë, ku flisja për shumë edhe me dhe kolegun tim, angles, se në fillim dosha isha edhe unë i qikë shumë tip raciste, edhe e tha shumë bukur, një gjo tha, po të shofës, këta kanë pru, gjithë se cili ka pru nga i gjo. Dhe prandaj tha, do në ecet për para, më kuptove, vje këtu tha, për shumë, vje një guzhin kineze, e merë një, le të themi, një europian. Po. O, i ndryshoj gjërat që si përqenjë nga, po del një mrekulli tjetër. Guzhina kineze në Europë s'ka lidhje me atë që... Bravo, dhe është bravo, shembulli më ideal është tikka. Tikka është një ushqim indian, po e themi, por në fakt nuk është indian, është skocez. Pra, kur shkoj... Në Skocez? Jo, kur shkun indianët në Skoci, fillun me ato të vetat, kurse ai skocezi e zbuti, bravo, e zbuti në formën që i pëlqejt e europianëve. Dhe ajo është më shitura e botës, sot dhe është vërtet shumë e shishme. Pra, ja huqi gjithë ato... Prandaj mori famë, se po të shkoj, unë kam qenë në Kinë, kam provuar kuzhinën kineze, e provova 2 ditë, pastaj 1 muaj rresht jam shqep duke ngrënë hamburgera, se nuk pikante e të mërshme. Bravo, si që po më flet ti, më kanë thonë dhe tje, se unë për shembull në një nga ato dëshira që kisha isha, të shkoj në Kinë për shembull për ato kuzhinën kineze, përdesa unë në Londër, jam vërtet partizan. Kush e di se si do e sa e mirë është atje. Për mua për shembull, vërtet është kuzhina numër 1 në botë. Kjo njëshi dhe indiane 2, domethënë aziatikja dhe indiane për mua janë. Por ka një që ma kundërshtoj dhe një nga ide thosha, të shkoj në Kinë, jo për gjithë tjetër, po vetëm provoj tha, kam qenë në Kinë. Mos e provoj. Je mirë. Baba, je këtu në Londër e ke mirë, se ta kanë rregullu pak. Pra, i kanë thonë dhe brenda Londës nuk unë thot njeri, nuk ka kulturë ushqimi këtu, nuk ka kulturë muzike këtu, se dhe muzikën që kemi sot, që ka gjithë bota, është part of Afrika, është part of lindja mesme, një tjetërën. Pra, bashkëpunimi është zhvillim. Po këta, dhe mu qa më bën Gjermanët unë i kuptoj si nazista, i kuptoj. Gullë sytë gjitha nej, letër e bardhë. Sa shujon, bje i djel, i ljetë gjithë, i skuj gjithë, i bërë. Dhe i kuptoj, do më thëmë atë, si më të më të hu pritë, se mos në prishet kjo letra, mos në shkru njeri. Si janë kru. Kuptohet pak. Unë kam parë grek që me sinceritet do më thonë jam afru në kuptimin që usa i mirë ky palestinezi ose që të më dy indiani, po fakta i ka qenë grek. Do më thonë ato featurat, ajo pjesa e lëkurës, bravo, pjesa e lëkurës nuk në gjanë fare për europiane. Dhe i lutëm aty që ta shofim pasqyrën për para se sa të bohen greko mdhej. Am këto se të bohen si tip
kështu nazista, sepse është i problem. Është problem, do vi Gjermani, do u zhduke fare pastaj. Do më thoni mu pse s'qave ti pastaj. Por ajo që po shpjegoj është që me sinqeritet nuk e kuptoj këtë. Por e di çka kuptoj tani? Nga ana tjetër, çka kuptoj? Sa më i dhirë ti je si njeri, aq më shumë do ti tregosh botës ose do të ulësh kombet e tjera. Më kuptoj se për shumë po të morin Belerin. Qëllimi një tjetër, po nuk është the best looking që i thonë, nuk është gjoja më simpatike që mund të shohësh në ekran. Dhe imagjino ku të përgëdheli huj, thu, okej, t'ja dhjes rrasën këtyre shqiptarëve, se këta që kanë si unë të tjerët, okej. Pra, nga ana psikologjike e kuptoj. Me Belerin, nëse vinë vërtet nacionalistët, ata gjermanët, kur të ndizën si me ato Ukrajinasin, kur të ndizën dritat, do të të zogu po dhe ti që nke racist. Prandaj po thema më ido që është... Edhe ti e racist, edhe ti do ke si racist si nacionalist, sigur nuk vjenë kështë. E do mojnë mu mësë do thonë, qa është ky, ku ti unë të jo përse të kemi pa në emision, qa, më venë një siklet, kotë. Me gjithatë, Amarildo, mua më bën më gjallë respekt. Pra ja kuptoj urrejtjen, nga ana psikologjike ja kuptoj urrejtjen këtyre, se janë më të dhirët e planetit. Do më këto lloj njerëz që nuk afrojnë njësi mes të tjerëve. Me gjithatë, Amarildo, shiko, sado që të kemi i natë këto segmenta nacionaliste, për i quajës. Unë jo më larkë se sa para 2 javësh kisha një zotëri burr, Vasil Lajo është presidenti intermedikës, zotri, në kuptimin po e pash, po e ndoqa. Tani e ndoqa një kryevepër djalë, po e pash, e ndoqa, po. As nacionalizëm, as gjë prej gjë, domethënë një njeri që ke qef ta kesh. Tani prandaj e bëra të pra, nuk po flas për grekët, unë po shpjegoj që pikërisht këta njerëz janë me probleme në vetvete, këta janë për spital. Po. Me sinqeritet, sepse unë kam pas vërtet shok, kam vërtet shok shumë të mirë grek, që janë krenaq, janë grek, edhe unë jam krenaq që i kom shok. Ky video kisha thënë një bukur, kisha thënë një këtij gjiguris, ki kujdesi kisha thënë se këta janë shqiptar me komsi greke. Në fakt ky është një koncept europian. Sepse kur kam qenë në Itali, italianët nuk e njohin komsin. Edhe kishim një problem në ato momente që grekët kërkonin që të vendose edhe komsia në pasaportat e neve. Dhe na kishin bërë një blokim në rrugën tonë drejt Europës. Do na me shku dhe në Europë neve. Dhe kur përpiqesh atja u shpjegoj italianëve, nuk arrinin ta kuptonin. Po pra, komsia italiane. Po jo, po se ju e keni shtetësi. Po shtetësia italiane, po jo, po se ju keni edhe Sud Tirolin, po dhe kemi Sud Tirolin, po se ja u vë njeri komësia gjermane. Ka një rajon autonom të tyre, menaxhojnë njërën tjetën, flasin gjuhën, por në pasaport shkruhet vetëm shtetësia. A do me shkruaj shtetësi tjetër ti. Hypja kombe, i ka i vëndi. Het, italianët, që mund të jenë ndër kombet më të buta në botë. Po janë kombet më të buta dhe janë kombet përzierë, në vetë dhe italianë janë shumë përzierë. Po shumë përzierë, e fonë vetë. Bravo, po unë s'mund të të lejtë të bësh lomsh gjonës. Do filloja jo po ma vë se unë jam marrë bresh, ma vë shqiptare, jo po se unë jam arab, hypi kombe fa edhe hik të vend. Duhe me anije, qakete. Mos e zgjat fare, fa. Jo anglezë, se anglezë... Po, edhe ajo ka qenë perandorin vetvete, a më kuptoj, edhe Italia ka qenë perandorin vetvete. Greqia s'ka qenë e perandori, ky është problemi, a më mërë, ti do me kopju i gjoj që e kam pas tjetë, se edhe kultura, sepse u futa ka kultura greke dhe vërtet do më fali njerëzit, por është mos e vërtet. E famshme a kulturë greke nuk ishte të bote fare me grekët që janë këtu. Me grekët që janë, nuk ka zero lidhje më burë, aty kanë ngejt, më falë, ka qenë një metropol, në mund të qëmë kështu, ku vishin... Jo, ka qenë rrugë kalimi e pushtimeve.
Pra metropol, po I them unë. Më kuptoj, pra një metropol ku gjithë kulturat u fuqin aty mrena, qellojnë atë. E mban më ndamëritur, nuk e di, a është në prallët e veriut Katalani. Po. Që themi ne. Po. Katalani në fakt janë po e kemë edhe në prallë, erdhi Katalani I të mërshëm. Në fakt janë katalanët. Janë katalanët, sepse kanë qenë mercenarë shumë të zotë, nga rajoni autonom I Spanjës, Katalonja. Dhe përdoreshin për të vajtur në ose për të bërë kryqëzatat, po nga njerë kryqëzatat I bënin ose shkonin në jug të Italisë janë dhe e merrnin anijet, ose I binin nga këto rrugë toksore dhe kalonin Shqipëri, Greqi, më të thashë. Këtë shpjegimin e bëri është një ndër profesorët si më thëmë, më të respektuar të botës, Roy Casagrande, nuk e di, ata kam dërguar dhe ty, është në SBA, dhe ai është marrë me historinë e botës në mënyrë më kryevepër që mund të jetë më në historinë dhe çdo dëgjues për shkak që na dëgjon, është mirë ta shikoj, është vërtet një çlirim I tërë gjë, sa I merr dhanën psikologjike, pra nuk e merr historinë siç e lexoti në për libra. Po merr për shumë, po flasim për pjesën e Greqisë. Ai thotë nuk është se ul grekët që janë aty, po shpjegon se çfarë u kriju në atë vend, pra u kriju një tufë kulturash brenda asaj dhe u quajt kulturë greke, po nuk ka të bëj fare, pra nuk është shqiptar o madhe që thotë ju grekët zboni, jo aty do jenë diçka, jo më jeni kryevepër fare, dhe faleminderit për kulturën që u zhvillu në këto troje, po mos luni menç. Këtë në fakt e thonë vetëm edhe grekët vetë, përveç psikopatëve po profesorët, po më I kam dëgjuar dhe profesorët, po tani. Ti nëse shkon për shembull, un kam qenë në ku është amfiteatri më I madh I Lashtësisë, në Greqi Epidavros, kam ata, është diku 90 kilometra larg nga Athina. Kam qenë edhe te ku kanë ata qytetrimin Mikenas. Qytetrimi Mikenas në fakt ata e kanë muze, tjetër se është qytetrimi Fenikas, si më thënë, ka qenë një. Sikurse kultura dorike është një kulturë që vjen dorët, ata thonë që erdhën I pushtuan grekët dhe janë kulturë që vjen nga veriu, nga Dardania. Do me thënë, I fundit që ishte mbreti Bardhyl I Dardanis, kjo është gjithë që I ka historia botrore, më kupton. I cili zakonisht pushtonte Maqedoninë dhe kalonte në Greqi, në Elav, që I thonë ata. I fundit që e vuri ishte Filipin, teatrin Aleksandrit Madh, se kishin si punë vasalësh. Edhe Montanelli thotë dorët ishin një shtatgjat biond po t'i shofësh skulpturat greke, nuk kanë lidhje fare me grekun e sotëm. Kupton? Këtë po I them Beleri që edhe këtyre domethënë. Sepse grekët edhe I lyenin pikturat dhe në bazë atyre, skulpturat. I lyenin dhe del që janë bion me sy gjithë që nuk janë grekë e sotëm. Për shembull, dhe këta janë dorët që venin edhe vendosën kulturën dorike, nga kemi kolona dorike. Dhe është kultura e fundmit helene që neve njohim dhe pastaj që mori Romën në theta. Por në një vend ku ty të pushtonin nga veriu, pushtonin nga lindja, persët e kanë pushtuar disa herë. Kishe tregtinë e gjithë vendeve aty, edhe kjo po punë vet. Që ta kuptojnë të kapërcenin dhe ta harrin. Ta kuptojnë njerëzit më bukur, është si puna Londrës që anglezët nuk thonë, jo se Londra është angleze. Anglezët janë pa që thonë Londra nuk është kultura angleze. Janë të parët anglezët, pra edhe këta nacionalistët e sëmur grek të kuptojnë vetë anglezët për Londrën thonë jo, është I kulturë që ja vlet hash diçka, po nuk është kultura jonë, është një mix kulturash që ndoshta është më e mirë se jona, po ne mbajmë ato tonat, këto kanë ato të vetat, po shka me hami pjatë sul të jash atje. Është okej. Po jo deri këtu po të linja ty më ke rrethit dhe ke rrethit ty kështu që dhe ose për shembull këtë unë nuk jo ma I që them
Pirro, më fal, ky Aleksandr i Madh është shqiptar. Nuk jo më ai që them Aleksandr. Po çamë Jo, po ti nuk mund të thush që maqedonësit ishin grek. Bravo, ma more nga goja. Unë me sinqeritet, asnjëherë në jetën time, as i lloj bisede nuk kam thënë Aleksandri i Madh për shembull është shqiptar, sepse ky ka qenë siç merren ca. Nëna e tij ka qenë Ilira. Më fal të lutem që të më kuptojnë njerëzit. Do të dalësh fare kështu më, jo nacionalistin. Po jo, s'është kjo më bëhet qefi, po nuk e kam përdesa unë nuk jam bindur për diçka, nuk e kam. Më kuptoj. Dhe por duke qenë Maqedonia, se që më thonë dhe këta profesorët e më, okej. Dhe në histori, tash këtë po duat të nxjerr unë. Në histori thuhet që ky Aleksandr i Madh pushtoi Greqinë. Dhe ka majt maqedonësit, e thonë vetë historianët grek të lashtisë, kanë bajt 100 vjet të pushtuar Athinën. Ka qenë garnizoni Maqedonas në Athinë. Tani, për ato që nuk e din fjalën pushtim. Bravo. E nëzore aty do të thoja unë këtu përpara. Në historinë shkruhet, maqedonësit mbajtën 100 vjet të pushtuar Athinën. Dhe një nga to ishte, domethënë, në histori me sinqeritet e kam parë nga të gjithë profesorët kur flasin për Aleksandrin. Nuk e kam parë që thonë, pushtun, le themi Shqipërinë, ose pushtun, çfarë të mund, se ndoshta kemi qenë pushtun në Maqedoni, por nuk është aty, e shkruajt me masiv vend, që jemi pushtune. Por për Greqinë është të pushtuar, pra ca gjona janë firmos aty, ca ar ja ka moraj, si mund të them, ja ka vjedhi poshtri, po ca floria ka vjedhi se ka shku në luftë aty, domethënë një farmase grek duhet ta keni çikinot, se i ka morë edhe arin edhe ushtarët, edhe jam kuptoj. Pra që të bëj një krahasim me nëna pushtoi Gjermani, ne nuk kishim Gjerman. Po. Nëna pushtoi Gjermani, do kushdo që shet por. Se ka që thonë që bravo, kushdo që shet por që ka qenë nazist në atë kohë, nuk ke qenë se ke qenë i pushtum. Dhe ai të ka morë edhe të ka përplaset ka të mori arin, të mori. Bravo. Herë ti mori me dokument gjitha, ti mori arin e këto gjëra dhe të mori dhe ushtarët për të marrë një pjesë të vetën diku anë. Është pushtues, nuk je Gjerman. Që ta kuptojmë. Ose më saktë, Gjermani nuk ishte shqiptar. Eksaktësisht. Ta kthem. Dhe kjo i bën se ne shqiptarët marrin zjarr kohë nganjëherë, kjo pjesa që do të është identik i lloj si të them si themi ne tash për shemb. Por kjo që Hitler ishte shqiptar. Do të thotë na ka pushtoi ne. Jo, është pushtim, është pushtim. Është pushtim. Dhe e njëjta gjë edhe për Epirin. Domethënë profesorët thonë që nuk kanë. Pastaj i kapen profesor Ceka që goj shumë bukur. I thash, po mirë, më i thash se ishin në Bylus. Këto janë të shkruar në greqisht dhe general i thonë Stratikos. Tha, po mirë, edhe emri edhe fjala presidenta nuk është në shqip, tha, është në latinisht, po kjo do të thotë që ky Bajram Bega është latin. Sepse e kena vu presidenti Bajram Bega. Kështu është, edhe fjala ministër. Prandaj nacionalizmi, domethënë prap shpjegohet edhe nga shumë profesorë këtu që nacionalizmi është sëmundje psiqike, është pak sëmundje psiqike. Si mund të them? Atë dashuria është tjetër gjë. Eksaktësisht. Mos ngrem gjë. Eksaktësisht. Nacionalizmi është pak sëmundje psiqike, sepse e ti çka ka ndodhur me nacionalizmin, jo nacionalizmin shqiptar, edhe as grekun, harroj këto.